Prajmi i fundit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri u shoqërua me shumë zhurmë në rrjet, sidomos pasi u përmend një sherri Rozana Radit, dhe për këtë u aludua sherri që kishte me këngëtarin tjetër Rezar Tashkurta, e cila ka reaguar në rrjetet sociale. Ajo ka reaguar në mënyrë publike në Instagram duke hedhur dritë mbi atë që sipas saj ka ndodhur realisht me Rozanën. Thotë se konflikti që përflitet ka ndodhur në vitin 2008 në një program televiziv që ishte thjesht një debat banal. Më keni shkruar kaq shumë dje, e vërteta me pak fjalë. Unë dhe Rozana rreth vitit 2008 kemi qenë në një show së bashku. Në ato program kemi pasur një konflikt shumë të vogël, për të qenë të sinqert. Ishte një debat pa asnjë rëndësi, sidomos krahasuar me ato që shikoni sot. Tema e konfliktit thjesht i bën pastat me salcë apo me domate të freskëta. Ishte dita e 10 e showit, fjalë vajzash të reja pa asnjë pasojë serioze. Pra, videodhuni që përmendet nuk është e vërtetë, sepse diçka e tillë nuk ka ndodhur kurrë. Rreth 4 vite më vonë, afërsisht në 2012, kam pasur një tjetër konflikt me Rozanën dhe për këtë arsye profesionale lë për dashuriçka, siç është përfolur nëpër portale. Po, kemi qenë të reja dhe si atëherë dhe sot, shumë gjëra bëhen për të krijuar zhurmën që fatkeqësisht është gjithmonë e nevojshme në botën e showbizit. E vërteta është që pas shkoj shumë vitesh, ato konflikte pas një temë serioze, besoj se ato janë harruar si për mua ashtu dhe për Rozanën. Rozana nuk ka qenë asnjëherë mike e imja, por në të njëjtën kohë asnjëherë armike. Përkundërzi, në këtë spektakël kam parë tek ajo një vajzë më të rritur dhe të ndryshuar për mirë. Le të kujtojmë se jeta reale ka më shumë vlera se drama televizive. Shkroi Rezar Tashkurta në profilin e saj në Instagram, duke sqaruar një herë mirë fansat e saj dhe të Rozanës.